Banesa të rënuara të braktisura e panjierës brenda. Kjo është pamja që të sjell sot lagja e Zvir në fshatin Viçisht të njësisë administrative Gjorisë në bashkinë Bulqiz. Dikur në këtë lagje jetonin rreth 100 banorë, ndërsa sot ka mbetur vetëm 4 të moshuar. 86 vjeçari Smeti Zvira thotë se dikur në këtë lagje ishin 12 familje, ndërsa sot ka mbetur vetëm 4 të moshuar pasi të gjithë të tjerët janë larguar. Ai shton se shkaku është mos mbështetja e shtetit, çka ka detyruar të gjithë rinin të largohet bashkë me 7 fëmijët e Smetit. Fshatin e mbajnë mend për mirë, familjet kanë hikë është për da. Ka qenë 12 shtëpi, te kemi me 2 shtëpi. Keshëm vjen njatë, po çfarë bëu, unë të vras veten. Fshati përpara ka pas bletëri, jo shoku i dashur. Kanë hikë, breziri ka hikë, në përgjithësi, jo vetëm familja ime. Hamza Marka është nga fshati Gjoric, por thotë se në lagjen e Zvira e mban mend të zhvilluar me frutikulturë e bujqësi, ndërsa sot fatkeqësisht është e braktisur totalisht. Lena mos imagjino si ka qenë. Fshat më të mirë, fshat më bujar, ka pas gati 100 banorë, kanë qenë 9 familje këtu. Këtë ka pas gjallëri të madhe. Këtu fillon të qysh në pranverë filloshin frutat dhe nuk ishte ky fshat, nuk i ka munguar asnjë lloj fruti. Këtu ka qenë edhe ndimër po të vija, gjia arën për toke, gjia ftojnë për toke, gjithçka. Tani gjithçka o braktis, njerëz kanë hikë. Se shteti e la mas dërë vetë këtë vend, sepse nuk ka pas rrugë deri para një viti. Tash një vit o bë rruga. Edhe për me ardhur këtu duhet të sakrificë madhe, makinë, harxhime edhe asnjë zvinte. Tani që o bë rruga, njerëzit janë stabilizuar gjithë jashtë shtetit dhe asnjë s'ka mos i më kthy. Këtu kanë ngel vetëm 2 familje kanë ngel, është miku im dhe i tjetër këtu. Unë vi shoh shpesh, me thënë drejtën se kam nostalgji të madhe, që i vogël jam rritur. Të gjithë më gotë bisedësh janë në emigracion, foli me një mall të madh për këtë. Son flas me të gjithë çona, si na moshatar, na rrit bashkë. Edhe tu ka pas tjetër jetë, tjetër gjallëri, tani në këtë kohë si ka ardhur koha. Brendësia e lagjes si Zvira në fshatin Viçisht të njësisë administrative Gjorisë në bashkinë Bulqiz është vërtet për të ardhur keq, teksa shtëpive po ju mbijnë ferrat në prak në mungesë të banorëve.